Po është dëmtuar shumë si se cila komuna e Republikës Kosovës, po kur jemi te komuna Ravez, me qenë se këtu jemi ne, vetëm këtë vit janë 4.520.000 euro, vetëm këtë vit. Unë nëse e morëm vitin e kaluar, vitet para prake kanë kalu 10 milion. 10 milion mi pas, pak punë mundesh me bo. Po me bo të i marrë dikush siç po na i marrin, me procedura përmbarimore thesari i shtetit, atëherë do më thonë në një farë mënyrë është një lloj paralizimi, është një lloj pamundësie e operimit me sukses të komunave, këtë rast të komunës tonë. Po janë thash 4.520.000 euro. Pjesa më e madhe është e kontratës kolektive, pjesa dërmuese e parave janë për shkak kontratës kolektive, ndërsa kontrata kolektive krijon pasoja zinxhirore. Tash, nëse ai ti merr nëpër kode të investimeve, në malla shërbime, në subvencione nga kontrata për me përmbush kontratën kolektive, ti ati që ki planifiku m'ja dhanë parat, m'ja pagu faturën, ati operatorit ekonomik që ka kontratë, ai tash ka ngel pa parë, ai çon të përmbaruesi, edhe ai ti merr tash. Apo kupton, pra pasojat efektivisht fatkeqësisht në rastin konkret janë zinxhirore dhe kjo është situatë shumë rënduese për autoritetet komunale, për kryetarin e komunës, për ekzekutivin e komunës, e mbi të gjitha po penalizojnë qytetarët e komunës që presin ose pritet i kanë për veprime më të mëdha, për projekte, për mbushje të projekteve dhe normalisht edhe për sepse tek e fundit aty nuk i intereson. Këto pare është dashur me pagu qeveria, është dashur me siguru fond qeveria, mirë, po ja që komunat pe bajnë barën edhe pasojat edhe financiare, po edhe pasojat tjera, edhe kjo e vështirëson jashtëzakonisht shumë realizimin e projekteve në komunën tonë, edhe kjo ndikon drejt për drejt te qytetarët.